Fillon nga e para me Boni Sala. Duke qenë i bindur për këtë, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundojë deri në ditën e Jezus Krishtit. Marisa ndjej e trishtuar. Të gjitha kujtimet dhe përvojat e saj të fëmijërisë i kishte kaluar në një vend ku ka të ngjarë se ajo nuk do ta vizitonte më kurrë. Edhe pse kishte harruar detajet dhe nuk kishte asnjë arsye për të kthyer në të kaluarën e saj fizikisht, sërish shqetësohej se e kaluara e saj do të zhdukej nëse nuk do e fliste. Një mike e inkurajoi atë të mendonte për jetën e saj si një varg. Me kalimin e kohës, pjesët e varkës kanë nevojë për riparim, ose janë aq të konsumuara sa duhet të zvendësohen fare. Pas shumë riparimeve, varka mund të mos ketë më asnjë nga pjesët origjinale. Megjithatë, ajo kurrë nuk do të ndalë së qenie e njëjta varkë. Ne mund ta imagjinojmë Perëndin si mjeshtrin riparues të gjitha varkave. Dhemb kur i del boja ose dritarja që i kishte dashur aq shumë, shqyet nga stuhia, por Perëndia riparon dhe rindërton me dashuri. Në fund të fundit, kjo varkë e cila është jeta juaj, ishte dizajni dhe dhurata e Zotit para së gjithash. Në dorën e Zotit, dritarja e zvendësuar është disi më e bukur se ajo e vjetra. Zoti si arkitekt dhe artist na formon me butësi që të bëhemi më të ngjashëm me të. Në dorën e tij të dashur, ne bëhemi më të përulur dhe të kuptueshëm dhe më pak egoist. Përmirësimet nuk janë dëshkim ose me qëllim të nxjerrjes në pa të gabimeve të së shkuarës. Përkundrazi, dora disiplinore e artistit punon për të përmirësuar dizajnin dhe bukurinë origjinale të strukturës. Ky proces quhet shenjtërim, që do të thotë se dishepulli i Jezusit po bëhet i shenjtë si Zoti. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.